Janë konfirmuar 3 raste të reja me ethet e Nilit Perëndimor, duke e quar numrin e rasteve të konfirmuara në 11. 2 pacientë janë të shtruar në klinikën infektive, ndërsa 1 në klinikën e neurologjisë. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski tha se disa nga rastet e reja nuk kanë histori udhëtimi jashtë vendit dhe janë regjistruar në Shkup. Nadva od slučajите što se povezani со Грција, има случаи што се дефинитивно не патувале надва од земјата и со место на живење се во подачето на Скопско поле, ако можам да кажам. Таму веќе се преземени стандардните мерки. Вчера веќе реков, тоа е дезинфекција на подачето 200 метри околу радиус од 200 метри околу местото на живење на потврдените случаи. И ово го работи Центарот за јавно здравје, значи ова ќе не е обврска на општината. Klekovski shtoi se deri më tani është regjistruar edhe një rast veles për të cilin po kryhet një analizë shtesë epidemiologjike me qëllim të përcaktimit të lidhjes së mundshme me rastet e tjera. Komisioni për smundje infektive po e monitoron situatën dhe do të vendos nëse do të ndërmerren masa shtesë. Комисијата за заразни болести работи постојано, сега фокусот веќе од предминатата седница префрлен од гостива на векторпреносливите болести и чим ги имаме резултатите од нивните препораки ќе ги направиме. Во моментот се тие што ги соопштив вчера. Drejtori i klinikës për smundje infektive, Fadil Cana, deklaroi përmijën se 7 pacientë janë të shtruar në repartin përkatës, ndërsa gjendja shëndetësore e një 76 vjeçari nga Shkupi vazhdon të jetë e rëndë dhe ai po mbahet në mbështetje respiratore. Ai është shtruar në klinikë prej një jave dhe nuk ka udhëtuar jashtë vendit. Tregoi po ashtu se te të gjithë pacientët e hospitalizuar është konstatuar inflamacion viral i trurit dhe i cipave të trurit. Simptomat janë temperaturë e lartë, dhimbje e fortë koke, çorientim dhe çrregullim i vetdijes.